Policia speciale e Ukrainës ka vrarë 10 protestues antiqeveritar në Kiev gjatë muajit shkurt. Ky është përfundimi i një hetimi fillestar të qeverisë aktuale në Ukrainë. Ministri i Brendshëm Arsen Avakov tha për gazetarët se 12 pjesëtar të policisë Berkut janë identifikuar se kanë qelluar me snajper ndaj protestuesve, ku 3 prej tyre janë arrestuar. Hetimi është përqendruar në trazirat e ashpra të Kievit, ku 76 persona kanë humbur jetën në periudhën 18-20 shkurt. Protestat e ashpra dhe me viktima çuan në rrëzimin e presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych. Në një konferencë për shtyp, zoti Avakov prezantoi rezultatet fillestare të hetimit për të shtënat masive që tronditën Ukrainën, por edhe të gjithë botën. Shumica e demonstruesve janë vrarë në sheshin Pavarësia, i njohur gjerësisht si Mejdan. Avakov dha detaje për një episod të veçantë ku ai tha se hetimi kishte vërtetuar se 8 prej të vrarëve u goditën nga plumbat e të njëjtit mitraloz. Ai ka identifikuar majorin Dmitro Sadovnik si komandant i një njësie të dyshuar për të shtënat që kanë vrarë të paktën 17 protestues. Ministri i Brendshëm gjithashtu tregoi edhe fotografi që ilustronin snajperat e policisë duke qelluar nga turma e protestuesve. Ndërkohë, shefi i shërbimit të sigurimit të Ukrainës, Valentin Nalivachenko, tha se shërbimi federal i sigurimit rus kishte qenë i përfshirë në operacionet e planifikimit kundër protestuesve. Ai shtoi se FSB-ja kishte dërguar tonë eksplozivësh dhe armë në Ukrainë. Autoritetet ukrainase deklaruan gjithashtu se vrasjet e protestuesve u zhvilluan në udhëheqjen e drejt për drejt të Yanukovych, por ish presidenti i Ukrainës, i cili tashmë ndodhet në Rusi, i ka mohuar në mënyrë të përsëritur të gjitha akuzat.